Përshëndetje miq, jemi këtu përsëri bashkë në episodin e radhës Kafe dhe Futboll. Këtu me me Enesin, emisioni i radhës Champions Liga. Gjë ndryshe komplet. Një ndeshje ishte e marta, ishte ndeshje e habitur, ndeshje që na lan pa fjalë. E mërkura ishin gjona të pritshme, po mërkuri ishte dita e shpërdorimet të rasteve. Kjo ishte për mendimin tim një përmbledhje shkurt e martës dhe të mërkurës. Fillim nga marta, ndeshja parë direkt pas zgjatur shumë që na habiti gjithë ishte Arsenali me Manchester, Arsenali me Real Madridin. Kjo që na habiti më shumë ishte Arsenali me Real Madridin. Gjëja parë ishte që ishin e para ishte dy encet perfekte të Rajsit, që ishte me habitur, totalisht habitur, sidomos aja e para ishte ai fakti që mori ai trajektore ndryshe atë harkun, ishte tamam si fenomeni, edhe ajo e dyta ishte beka mund ta qush deri diku, po fakti që i ran krahun e portierit dhe i ran trekon çfarë që se preku fare dot as portieri as Courtois ishte e frikshme. Kjo ishte që jam habit fare, dhe ishte e forta se e tha dhe Arteta në konferencë më mrapa, ishte që Rice ishte hera parë që kishte bë gol nga Ence me Arsenalin dhe ishin po shaqonto imagjinoje ndjenjën e Rice-it këto momente që s'ka bë gol me Ence. A kupto? Edhe forta ishte që s'ka bë fare me Arsenalin, edhe të bësh dy gola super Ence, bësh dy gola kundër një portieri, një nga portierët më të mirë në botë dhe historisë të futbollit Courtois, dy super Ence, edhe ti shtosh shanse pafundme Arsenalit, është ai për vetë, ai e tha dhe vetë, domethënë që unë momentalisht nuk po e kuptoj se çka kam bë, do e kuptoj më mrapa vërtet çka kam bë, se këto momente kam shumë emocione dhe s'di si të reagoj në këto momente, se është e frikshme. Dhe ka drejtë, kuptoj, është një kështu dhe e forta ishte që Arsenali kishte që 2021-shin që nuk bënte gol me Ence. Kishte bë Odegaardi ndeshje kundër Burnley 2021-shin. Imagjinoj 4 vite më parë. Kishte 4 vite ky ekip që nuk bonte gola me Ence. Dhe gjë më interesante ishte që sa është probabiliteti që mund ndodhi ajo, është e habitshme dhe e frikshme. Shumë mirë. Mbrojtja edhe pse ka mungesën e Gabrielit, pra mbrojtja ishte fantastike Arsenalit. Pozicionime kemi thonë gjithmonë që Arsenali ka ekip edhe ka super cilësi. Por edhe me fushën e ka të mirë, Odegaardi, Rice janë shumë të lezetshëm dhe kanë vërtet janë lojtarë me fushor të mirë. Arsenali kemi diskutuar që Arsenali vun vetëm për atë noncin, atë pykën, atë golashënuesin, atë personin që shty topin fund në rrjetës. Edhe me rikthimin e Sakas ka shumë potencial, po edhe kemi pa çaj boni Realit, që krau të tjerë, domethënë është lojtar që të merr 2-3 lojtar me vete, kupton? Sepse është shumë i shpejtë dhe shumë teknik. Pastaj gjë edhe goli i Merinit, që në aksion edhe mënyra se si e goditi që ishte e fakti që e goditi direkt, pa u mendu, pa portën direkt dhe gjeti rrjetën, okay, është shumë gjë e mirë. Edhe diçka tjetër për të shpjeguar më shumë formacionin dhe logjikën e pse vendos Merinon, ai nga një mesfueshor i avancuar që është, duke fut ai gjatë kur kundërshtari ka topin, për shembull Real Madridi ka topin dhe është mesfush, edhe do bëhet pressingu lojtarëve, kalon një lojtar numerik më shumë mesfush për Arsenalin dhe ku bëhet pressingu, dhe në këto lloj momentesh ekipi kundërshtar e humb më shpejt dhe vet presion më shpejt, sepse një lojtar që ka topin do ketë dy lojtarë që
i vëjnë presion. Kjo është ideja pse ka vendos Merinën dhe është gjetja e Artetës funditës. Deri tash ka funksionu, nuk është gjë për të thonë që mund të fitoj Premier League-ën me këtë sezon, por edhe sezonet më vonshme, nuk është ajo që mund të fitosh. Ne kemi thonë që kemi diskutuar në episodet e më para që duhet një pyk patjetër. Këtu, vazhdim të pjesa e Realit, që gjona që s'pëlqen ishte rasti Mapes që kishte Mapeja, kishte disa raste Mapeja që kishte tek para se në pjesë të parë, kishte nuk mund të ishte Rodrigo më duket ishte aty ose vini dhe nuk e pasoi. E ra për fish, e kuptoj, e ra si për traverses, as nuk e tentoi fare, që mund të ndryshonte totalisht loja në atë momente. Kjo ishte e para. Gjëja tjetër është një gjë që s'pëlqeu ishte Ancelotti. Fakti që Ancelotti në këto momente vendos Modricin që është 39 vjeç, legjend e Real Madrid, super lojtar. Një nga mesueshorët që do matë me një histori për mendimin tim Modric. Po është 39 vjeç, nuk u jep mjaft ka thënë futbollit, nuk do japi më shumë. Kjo është, e kupto, to është 39 vjeç, nuk do japi më. Mesfush është një nga repartit që të lodh më shumë. Nga të gjithë repartet e tjera është Mesfush dhe ai është 39 vjeç, nuk do japi më shumë. Fute nga minuta 60 për 30 minuta, 20 minuta, ai bën diferencën, po ai nuk është në gjendje tash të përballet me Odegaardin, Ricein, Sakan që në këtë lloj forme, pastaj edhe mbrojtja nuk e vjen diskutim fare, po s'ka çfarë të bëj sepse Mendy nuk ishte. Edhe fakti që kishte vendos Valverde në krah, të sakrifikosh një lojtar si Valverde, ta vesh në krah nuk e di pse. Lozësh pastaj me Kamavinga dhe Tchouameni. Ai Tchouameni nuk e kanë kuptuar kurrë, me karton të verdh. Edhe nga fundi shkaktoi fall dhe shkaktove fall, si ishte kundërshtim mirë e bone se fall taktik. Po pse o vlla duhet bësh këtë gjë që duhet të bësh agresiv dhe ti kundërshtosh arbitrit. Arbitri ai çdo. Dhe kartoni tjetër i vë për revoltim, i kuq. Neshën tjetër nuk i. Tash nuk e kuptoj fare logjikën pse do ta bënte të lloj veprimi Tchouameni dhe mori kartonin e kuq. Kjo nuk e kuptoj. Bellinghami fakti që unë akoma se di pse duhet të ekzistojë si një krahasim Pedri me Bellinghami, sepse Bellinghami e dim gjithmonë që si me Anglin, si me Real Madrid, ndeshjet mëdhoj ai zhduket. Kurse Pedri është tjetër, mund të ketë deri diku role të tjera në mes fush, por themi atë që Pedri është më shumë më punëtor se Bellinghami. Bellinghami është lojtar një, po pritet çik duhet me kam tokë edhe duhet punoj edhe më shumë, mos ketë me një vetëm dali bukur te kamerat edhe më ketë bëj ato gola shënimet edhe thot ato fjalë bukura në për intervista. Duhet punoj edhe më shumë për futbollin. Edhe për talentin që ka, sepse nuk ka talent, jo se s'ka talent. Courtois ka bëj super performancë, mos ishte për Courtois do të ishte 4-5-0 ajo ndeshje, do të ishin boja 4-5 gola të tjerë, po Courtois gjithmonë e ka shpëtuar Real Madridin. Se di fare, domethënë, për mendimin tim, duhet me pa në ndeshjen tjetër shanse Reali me kalu ka, sepse funditës të lozin Bernabeu dhe funditës është Real Madridin ekipi më i madh për Champions League edhe në histori për Champions League. Që ka bo edhe më para, që ka kthy ndeshjet edhe nuk e vjen diskutim që ka shanse që të ndodhi Bernabeu. A ka shanse? Ka. A do ndodhi? Nuk e di, varet se si merr. Gjithmonë Arsenali do t'iki e qetë, s'duhet gaboj në disa raste. Edhe nëse ka shansen që dali, që të bëjnë një gol për e përsi 1-0, 2-0, mos ta lej Realin që kështu, parë disa viti që vërtet Reali ishte i ga, gjithë lojtarë ku e pyesin a do e kthejnë ndeshjen, do e kthejnë po, funditës është fanella, është fakti që vjetë e kanë bëa gjë edhe e tillë.
do ndihmoj çik arbitri, ajo nuk e diskutojnë fare sepse gjithmonë e kanë ndihmuar arbitri Realin. Të merret në një penallti ashtu, po Arsenali duhet të jetë sa më e qetë, duhet të ikë me qetësi maksimale edhe s'duhet gabojë. Po s'nuk gaboj edhe po majti atë mbrojtjen efektive, atëherë për Arsenalin do kaloj dhe nuk do vet fare në vështirësi nëse lën Realin vetëm ta marrë topin edhe tentoj. Nëse mban mbrojtjen, se kemi parë Realin momentin që vetëm tenton të sulmoj dhe ekipi kundërshtar mbyllet mbrojtje, Reali nuk bën dot gjë. Mund të marrin në penallti, por asnjë gjë tjetër. Kjo është për Realin. Do shohim javës tjetër se çfarë do ndodhi saktësisht. Tashi futemi tek ndeshja tjetër, që është këtu. Bayerni me Interin. Ndeshje 1-2, të rrifet Bayerni, gjithmonë historikisht ekipet italiane kanë pas fiksim ekipet gjermane, fitojnë 2-1, ndeshje vërtet interesante, që ishte për Interin ishte më së merituar fakti që për Interin barazimi ishte mirë, po fakti që gabimi amatoresk i mbrojtjes dhe mesfushës po e themi të Bayernit e boni që Inter dilte me fitore në atë lloj ndeshje. Atë e meritonte Bayerni, u shpërdoroi shumë raste, e kemi diskutuar që kemi thënë që Bayerni ka probleme finalizime. Janë shumë të mirë që të shkojnë deri në atë 16 metrishin e Portës, po Harry Kane atë moment ishte vërtet Harry Kane që u habit edhe nuk po ndodhte, nuk po jepte dot atë saksinë dhe atë vetbesimin me shënun gol. Goli i parë ishte fantastik. Domethënë mënyra se si Thuram ndaloi, ja la Lautaros dhe ra Lautaro pa mendu, pa i dhënë kohë reagimi fare asnjë lloj lojtari, i ra direkt me djathtën pjesën e jashtme dhe shënoi gol. Super gol, decisiv në ato lloj momentesh. Gjoja tjetër që ishte fakti që boni golin një moment që u duhet që mbrojtja i Interit, u emocionu, mas e kemi diskutuar mas minutës 70-60, Interi si ku i bina një takati dhe cilësia, se futen dhe zëvendësimet, e dim. Ndodhi ajo që e kishim diskutuar dhe shënoi gol Müller, një nga legjendat e Gjermanisë edhe të Bayernit. Më pas, një nga gabimet ishte Goretzka që sulmoi direkt mes fushën dhe nxori totalisht bosh mes fushën. Lautaro që bëri atë ping-pongun, atë pasimin, atë pasqyrën për topin. Fakti i mbrojtjes që ishte Diarra, ishte edhe Kimi që janë dy mbrojtës niveli shumë nuk janë për Bayernin, sidomos Kimi që 2 herë ka eliminuar nga Champions League Bayernin dhe kemi me dim gjithë çfarë niveli ka Kimi. Edhe Diarra për shembull ishte ai mbrojtësi tjetër se ka ai niveli amatores fare, edhe mënyra se si e ka mbajt atë fratezin domethënë në atë moment ishte idioti fare, kupto. Ishte aty para dhe prap nuk e ruajti dot. Domethënë e dinte që do të ruante atë dhe prap nuk e ruajti. Është idiote. Kjo gjëja tjetër interesante, i fakt interesante është kështu që ku bëgo fiks në momentin që është bë golin atë minutë, është bë goli edhe ku ka bërë tripletën Interi kundër Bayernit, që ka bërë Milito. Tash pyetje për Juve do ishte kjo. A është koincidencë apo do ndodhi ajo që do ndodhi, Inter përsëri do marrë tripletën? Shkruani komente se çfarë mendoni dhe le të diskutojmë nëpër komente, a do jetë përsëri ai Interi që ka bërë atë gjë edhe këtë vit. Të ishte çmenduri nëse do e bonte si gjë. Ka shanse, ndeshja është e hapur, po është e hapur se 2-1, një gol është futet përsëri në lojë, po do luhet San Siro, Interi do ikë me sa di unë rikthehet Di Marco, Dumfriesi nuk e di a do kthehet, kështu që me Di Marco në lojë do jetë totalisht ndryshe si sulmi edhe mbrojtja e Interit.
Ndeshja është totalisht e hapur, do presim javën tjetër, për mendimin tim Interi ka kalu, do kaloj Interi, nuk e vjen diskutim, edhe problemin do e ketë me Barcelonën, që Barcelona nuk të falë edhe kështu, po do shikojmë përsëri. Më kurën nuk ka shumë për të thënë, ishte thjesht fakti për të dy ekipet ishte shpërdorim raste si nga Barcelona si dhe nga Parisi. Barcelona shpërdoroi shumë raste, gjë që s'pëlqeu ishte Rafinha që vodhi golin Kubarsit, edhe doli që kishte kërku falje etj. Lewandowski që përsëri, domethënë është nivelin që Hansi Flick i rrit lojtarëve, në impaktin që bën çdo lloj ekipi, e pam edhe me Gjermaninë, e kena pa edhe me Bayernin. Ne shikojmë edhe me Barcelonën impaktin që në vit të parë se si e rrit nivelin e ekipit është fantastike dhe geniale po themi. Mënyra se ç'a bën Hansi Flick. Jamali më fiksoi edhe goli i Jamalit, mënyra që ku doli para portierit, pa atë hezitimi, pa emocione dhe thjesht tyu topin, e çoi topin në atë lloj forme, e goditi dhe çoi në cep, një lehtësim më të madhe sa që as portieri nuk tentoi fare që tu hitë sepse kishte të pamundur. Dhe edhe fakti që është mosha e tij është geniale dhe është çmenduri domethënë për talentin dhe magjin që ka ai. Përveç kësaj kemi për Barcelonën, besoj gjithë e dimë që është mbyll si episod, nuk do kemi fare histori ndeshjen tjetër. Më pas të kemi Parisin me Aston Villën që fitoi 3-1. Nga i gabimi Parisi shënoi Aston Villa. Aston Villa nuk tentoi, nuk boni gjë mrapa, po themi mrapa golit. Super gol ishte goli barazim Gue, si ai lojtari ishte fantastike mënyra se si goditi, ishte edhe goli Gvarës ishte mënyra ku ngjua ajo rrjeta në atë momente ishte nivel tjetër plagu. Dhe gjë që kam vënë re që tërheq fjalët e mia që kam thënë më parë për Parisin ishte fakti që Parisi donte më po si Reali që merrte vetëm myjet, por tash ka filluar të investojë në grupi, tek trajneri, tek logjika, edhe shikojmë vërtet që një lojë fantastike për gjithë, domethënë një ekip, një kimi interesant Parisit. A do ketë histori? Edhe mund të ketë, sepse Aston Villa do e presin Angli. Kemi një trajner Emery që është trajneri kupave, që ka fitu 3 Europa Liga, 2 me Sevilla, 1 me Villarreal, mos gaboj. Do e ketë deri diku të vështirë Parisi po them, po funditës Parisi shkon me një vetbesim që thot Rafa Liverpoolin, ekipi më të mirë në Premier League momentalisht. Rafa në Anfield edhe dominova dhe në shpitime, më pas qoja tjetër është për Rafa 3-1 dhe do hiki me konfidencën super të lartë, infinit, me aura kështu, po edhe Aston Villa nuk do dorëzohet në fund sepse fund ditës janë 3-1, 2 gola janë dhe në futboll ndodh gjithçka. Nuk kam një parendin që edhe mund të shkojnë shtesë, që një ndeshje si puna kësaj mund të shkojnë shtesë, po premisat që Parisi do kaloj. Për mu do ishte interesante, sikur të kalonte Paris Barcelona finale dhe do ishte një nga finalet shumë të bukura që kemi kohë që nuk e kemi parë një finale tjetër si Parisi me Barcelona, sepse janë dy ekipe që lozen hapur, prodhojnë raste dhe shpërdorojnë shumë, shënojnë shumë gola, dhe do ishte interesante ta shikojmë finale Barcelona me Parisin. Gjithsesi, shkruani komente se ju ç'a mendoni, mos harroni ta bëni subscribe, na ndiqni në rrjetet sociale si TikTok, Sketa, edhe në Instagram NSB Sport Sketa, edhe na klikoni poshtë në subscribe. Do vi me video të reja, me vlogje të reja,
edhe mos harroni ta ndiqni e suportoni që edhe ne të vazhdojmë sa më shumë të hedhim video. Kështu që rrini sa më pozitiv, bëni stërvitje dhe hani shëndetshëm. Mirupafshim.